Të dhënat e 3 mujorit të parë të vitit dëshmuan se kreditimi i ekonomisë po ecën me ritme mjaft ngadalta. Sipas statistikave të shoqatës shqiptare të bankave, për 3 mujorin, kredia për sektorin privat u rrit me vetëm 0,35% që nga fundi i vitit kaluar. Bilanci i parë i vitit 2013 sigurisht që nuk ishte pozitiv për kreditimin, por rezultati ishte i pritshëm. Ekspertët thonë se kërkesa për kredi është e dobët, jo vetëm si rrjedhojë e një ekonomie të dobësuar, por një ndikim të rëndësishëm ka edhe faktori sezonal, si edhe viti elektoral. Zhvillimet politike vazhdojnë të kushtojnë aktivitetin ekonomik. Ndaj, edhe ata që kanë një plan investimi presin përfundimin e zgjedhjeve për ta përmbushur. Gjithsesi, bankat kanë një lloj optimizmi se situata e kreditimit do të përmirësohet. Denis Deralla, drejtori i divizionit të kredisë në Credinsbank, parashikon se që nga 3 mujori i dytë kreditimi do të jetë më i lartë. Sipas tij, paketa e nxitjes së Bankës së Shqipërisë do të ketë një efekt fillimisht në frenimin e shkallës së kredive me probleme. Paketa do të lejojë bankat të ndihmojnë klientët që në vështirësitë e para dhe për të rritur hapësirat për kredi të reja. Rezultatet e këtij 3 mujori mund të them që ishin të pritshme. Sigurisht që kreditdhënia nuk pati një ritëm rritje më të lartë se sa vitin e kaluar, në fund të vitit kaluar, dhe kjo për efekt që edhe kërkesa nuk erdhi në rritje. Sigurisht që pjesa më e madhe e kredisë së re të dhënë konsistojnë në likuiditete për bizneset dhe ndoshta do të shohim një rritje në 3 mujorin e dytë të këtij viti, duke qenë se siç ju e dini, u fut në fuqi edhe paketa e re e ndryshimeve të propozuara nga Banka e Shqipërisë që eksaktësisht ka si qëllim përmirësimin e kreditimit dhe dhënien fuqi të kreditimit nga ana e bankave. Kjo paketë ka hyrë në fuqi vetëm me datë 15 maj, kështu që rezultatet e saj do të shihen më vonë gjatë këtij viti. Mund të them që ishte diçka e pritshme pra kjo ecuri e kreditimit, sepse rritja e treguesve të vonesave në kredi, ulja e kërkesës për investime të reja, viti elektoral i cili siç dihet nuk është një vit normal në Shqipëri, sepse gjithkush pret që të ndodhe diçka apo të ndryshojë diçka. Sigurisht që të gjitha këto bëjnë që kreditimi të mos kishte ritmin e duhur të rritjes dhe të jetë nevojshme që të presim edhe një 3 mujor tjetër për të parë një ndryshim në kreditim. Mendimi im është që së pari do të ketë një stopim të rritjes së treguesit të vonesave të kredisë. Kjo do të vijë edhe për efekt të ndryshimeve që Banka e Shqipërisë ka propozuar në paketën e saj të re. Së dyti, padyshim që do të ketë një rritje të kreditimit, kryesisht në ato sektor që të paktën nga banka jone përcaktuar si prioritar, që është hidroenergjia dhe bujqësia, është edhe sezonaliteti është i duhuri për këto investime në këto fusha dhe sigurisht që mendoj që do të ketë një rritje dhe treguesit e 6 mujorit të parë të vitit do të jenë më të mirë se sa ato të vitit kaluar. Mendoj që në vazhdimsi do të ketë një rritje të kërkesës për kredi dhe bankat do të reflektojnë në dhënien e kredisë sepse edhe paketa e re e masave është ndërtuar pikërisht për këtë. I detyron bankat në një farë mënyre që të drejtohen drejt kredisë dhe jo më në investimet e tyre jashtë vendit apo në investime të tjera të bonave thesarit apo pikërisht ju e keni vënë re që ka patur një ulje të interesave të bonave thesarit, që ka ardhur edhe si rrjedhim i uljes së normës interesit nga Banka e Shqipërisë dhe në këtë këndvështrim sigurisht që bankat do të jenë më të interesuara për të investuar aty ku të ardhurat janë më të larta, pra tek kredia. Ndryshimi i normës interesit tek kredia nuk është se ka patur ndikim të madh, qoftë kjo edhe për efekt të kundërt, sepse ndërkohë janë rritur edhe treguesit e riskut të kredisë, qoftë për sa i përket zhvillimeve makroekonomike në Shqipëri, qoftë për sa i përket edhe rritjes së treguesve të vonesave në përgjithësi në sistemin bankar. Zoti Deralla vlerëson se problemi kryesor që ka shkaktuar një ngështje kreditimit dhe përkeqësim të cilësisë së portofolit është rënja e kërkesës konsumatore në treg, ndërsa një efekt konsiderueshëm ka dhënë edhe mosshlyerja e detyrimeve të qeverisë ndaj bizneseve. Nëse duam që të përcaktojmë vetëm një arsye, sigurisht që është shumë e vështirë, por ajo që është më evidente dhe që është e prekshme në çdo moment është rënja e kërkesës konsumatore.
Pra, rënia e kërkesës konsumatore ka sjell të gjitha këto vështirësi dhe sigurisht që kjo është e shoqëruar me mjaft faktorë të tjerë që u përmendën, jo mos pagimi i borxheve, jo krijimi një klime pasigurie në investimet e reja, viti elektoral ku gjithkush nuk tenton të bëjë investime të reja dhe madje nuk tenton as të bëjë shpenzime. Dhe kjo është pikërisht kompleksi i arsyeve që kanë sjell këtë gjendje sot. Unë mendoj që me përfundimin e fushatës zgjedhore, me krijimin e një qeverie të re, do të kemi një ndryshim sepse njerëzit do të jenë më të qartë se si do të zhvillohet e ardhmja dhe ekonomia shqiptare në përgjithësi. Kështu që do të çlirohen nga kjo lloj frike që tashmë është prezente në treg. Një pjesë e madhe e këtij kreditimi të keq vjen edhe si pasojë e borxheve që qeveria ka ndaj investitorëve të ndryshëm, sepse ky është një lloj cikli i mbyllur, pra investitori ka marrë parat në bankë dhe më pas i ka investuar në rrugë kryesisht, po edhe në punime të tjera civile, dhe ndërkohë që nuk i ka kthyer sërish në bankë për efekt të mospagimit nga ana e shtetit. Kjo përbën një pjesë të madhe të këtij borxhi, ndoshta 1/3, 1/4 e këtij borxhi. Pritshmëritë kryesore të Creditbank për të zgjeruar kreditimin janë në sektor strategjik si hidroenergjetika apo bujqësia. Ndonse kanë potenciale të mëdha, këta sektor paraqesin vështirësi specifike që Creditbank është përpjekur të përballojë falpunës me partnerë të specializuar. Për kreditimin energjetik ka një projekt bashkëpunimi me korporatën financiare ndërkombëtare IFC, ndërsa për kreditimin e bujqësisë, puna po vazhdon me aktorin më të specializuar në tregun e brendshëm, Unionin Shqiptar Kursim Kredi. Kërkesa nga sektori hidroenergjik është e madhe, sigurisht që aty ka vend për të përzgjedhur, sepse ka biznese të cilat fillojnë gjithçka nga fillimi, pra biznese startup, të cilat duhet të ndërsuar si projekte me vete, ndërkohë që ka dhe biznese të tjera që kanë edhe të ardhura sekondare, pra nga biznese të tjera dhe investojnë në sistemin hidroenergjik, që është diçka e mirë për bankat, sepse janë disi të mbuluar nga ana e riskut apo nga ana e kozgjatjes së investimit, sepse dihet që nëse do të fillosh me një proces startup, periudha e parë e vitit do të jetë një periudhë pa të ardhura, sepse do të jetë periudha e investimit dhe do të kërkohet një kozgjatje të paktën një vjeçare që të ketë një farë kthimi të investimit. Ndërsa përsa i përket bujqësisë, do të thosha që momentalisht bujqësia është ende në një stad të parë zhvillimi. Pra, ne jemi akoma aty ku bujqësia kërkon kredit vogla, ku fermerët janë ende të shpërndar dhe investimet e tyre konsistojnë në parcela të vogla apo pra jemi ende në zhvillimin e sektorit mikrokredit tek bujqësia dhe ky është një problem për bankat sepse së pari kërkon ka një risk më të lartë dhe së dyti kërkon një specializim të mëtejshëm nga ana e punojësve të bankës. Ajo që kërkohet nga bujqësia në përgjithësi, por që do të jetë një kërkesë edhe nga strukturat jo vetëm kreditdhënëse, po edhe ato që do të ofrojnë grante ndoshta nga Bashkimi Evropian më vonë, sepse momentalisht ju e dini që është programi IPARD-like, i cili ka ofruar mundësinë e grantit për fermerët që kanë projekte të mira bujqësore, por fakti është që këta fermerë nuk kanë qenë në gjendje që ta përthithin këtë grant. Pra, kishte një raund të parë, u përcaktua dhe një raund i dytë i grantit IPARD-like, është diku në mesin e muajit qershor përfundimi i grantit të dytë, dhe nuk ishte në gjendje fermeri shqiptar që ta përthithe këtë grant, pavarësisht se shuma ishte mjaft e vogël. Ajo që unë parashikoj është që do të kërkohet konsulencë shumë e mirë, teknike, por edhe organizative për fermerin shqiptar, në mënyrë që në një radhë tjetër kur programi IPARD të mos jetë më laik, por të jetë vërtet programi i ofruar nga Komuniteti Evropian për fermerin shqiptar të jetë në gjendje që ta përthithi këtë grant. Sigurisht që roli bankave këtu është i konsiderueshëm, sepse këto grante do të lëvrohen nëpërmjet bankave, por gjithashtu
mënyra se si është ndërtuar programi tregon që banka duhet të jetë investitori primar i fermerit dhe më pas granti do të jetë në përfundim të investimit të bërë. Kështu që bankat sigurisht që do të jenë le të themi porta e parë në cilën fermeri duhet hyjë. Në momentin që fermeri është në gjendje që të përballojë kërkesat që ka banka dhe është në gjendje që të reflektojë që risku i vlerësuar nga bankat nuk është më i lartë, atëherë sigurisht që fermeri është në gjendje të përthith edhe grantet nga fondi i parë. Mendoj që kjo është e ardhmja dhe kjo do të shihet jo vetëm gjatë këtij viti, po edhe në vitet në vijim. Ashtu siç ishte paralajmëruar, rritja e kreditimit rezultoi si sfida kryesore për sistemin bankar deri tani gjatë vitit 2013. Ngadalësimi i rritjes ekonomike dhe dobësimi i kërkesës agregate ka dhënë një efekt të dyfish negativ, duke prekur si ofertën ashtu edhe kërkesën për kredi. Politika monetare lehtësuese nuk ka mjaftuar për të nxitur kreditimin, ndërsa Banka e Shqipërisë ndërhyri në mënyrë më energjike duke lehtësuar kërkesat e detyrueshme rregullatore ndaj bankave për të shtuar potencialet e huadhënies. Pavarësisht nga perspektivat e pasigurta të ekonomisë reale, bankat nuk e kanë humbur optimizmin për të dhënë kredi më të shumtë dhe më cilësore në pjesën e mbetur të vitit.